I 30 automjete të viteve 30 deri në 94 janë ekspozuar në sheshin Europa në Fier. Janë të gjitha mjetet të koleksionit retro që kanë bërë bashkë koleksionues nga e gjithë Shqipëria. Ja pasionuari nga Shijaku, Arber Gjihani tregon se në këtë organizim vjen me automjetin Benz R129, ndërsa thekson se nuk është e lehtë dhe nuk mund të bëj kushdo, pasi menaxhimi i automjetit kërkon përkujdesje të vazhdueshme. Unë jam Arber Gjihani dhe sot marr pjesë në këtë organizim të retros me makinën time që është një Benz R129 apo kategoria SL. Kemi ardhur këtu sepse është një organizim normalisht shumë tërheqës, qoftë për ne që jemi të apasionuar pas makinave retro, por qoftë edhe për qytetarët që shohin normalisht të bukuri, makina të mirë kujdesura, të mirë kuruara, pasi kanë një punë shumë të gjatë, të cilën e marrin gjatë gjithë kohës makinat retro, duhet përkujdesesh, duhet plotësosh disa kushte për të qenë i regjistruar në kategorinë retro. Organizimi këtu është shumë mundësi e bukur, qoftë për ne për t'i shfaqur makinat, qoftë edhe për t'u njohur dhe me pjesëtarët e tjerë që janë të regjistruar në retro. Gjithashtu është një mundësi edhe për qytetarët, sidomos në këto ditë pushimesh, për pasur një aktivitet apo një mundësi për të dalë. Ndërkohë Ferman Bendaj në këtë panajër ekspozon një motor të prodhuar në vitin 1937, i përdorur në luftën e dytë botërore, të trashëguar nga babai i tij. Duke thjesht pasion, thot ai, por një lidhje shpirtërore që kalon nga brezi në brez. Në vitet 60 ka bler babai se i shiti ushtria me kile dikur. Dhe qysh atëherë babai e përdori për aq sa jetoi. Tani në fund fare kam ja 3-4 vjet që e kam restauruar, siç e shikoni në këtë gjendje që është. Jam shumë i kënaqur, për të shitur nuk e sheh se ma kanë kërkuar shumë, por jam shumë i kënaqur që e kam këtë motor dhe e kam kujtim nga babai. Ndroj me asnjë dhe as më shkon ndërmend, më japi sa të duan. Drejtori e retro, Ilir Mënga, tradita e pasionit për mjetet e vjetra vazhdon, ndërsa shtoi dhe ekspozitën e qarkullimit rrugor, ku theksoi rëndësinë e edukimit për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Në kolona e mjeteve të veçanta të mjeteve relike shtoi kuriozitetin e qytetarëve të shumtë, të cilët shfrytzuan mundësinë për të patur një foto.